shkojmë shumë larg, shkojmë në Mek. Shkojmë në Mek ku është Zamira Braushi. Ajo është atje për pelegrinazhin e vitit. Është një histori që prek çdo grua. Historia e Zamirës që ka harruar veten për të kujdesur për të tjerët. Ka pasur një periudhë gjatë depresioni dhe sëmundjesh dhe ka rifituar tashmë vetëm shëndetin, por edhe shpirtin. Këtu jemi te gruaja pak më tradicionale. Po, është një histori shumë e bukur dhe lan për në fund, me gjithë respektin për historitë e tjera, por është një ato historitë që janë shumë Dalina Show. Zamira, ku je tani në moment? Je në Meka? Po, unë kam ardhur për 7 ditë për të kryer ritualin e umres dhe dje kam qenë në Mekë, sot jam në Medinë, vetëm për një natë. Si ishte kështu si eksperiencia para se të futemi në historinë tënde? E që era parë që shkon në Mekë apo shkon? Për mua është era e dytë. Udhëtimin e parë të umres e kam bërë në muajin mars, që ishte edhe muaji Ramazani. Në besimin tonë, këto vende janë vende të shenjta dhe normalisht që kur vim dhe i vizitojmë këto vende, paktën personalisht unë ndihem temase shumë në paqe, do thosha, se nuk do gjeja dot një fjalë tjetër për të përshkruar këtë lloj ndjesie. Zamira, besimi ka qenë pjesë e jotja. Natyrisht siç e the ti tani aty që gjem paqen, pra gjem paqen, gjen ndihmë, do të gjeni dhe përgjigje pyetjesh, pra në varësi, unë nuk jam praktikante feje, kështu që nuk e kuptoj edhe aq mirë, por ndërkohë në historinë që ke rrëfyer Elonës gjatë takimit, gjatë telefonatës tuaj, the që edhe pse ishe dhe pse je besimtare fes, kuptove që disa përgjigje nuk i gjeje dot, siç këtu unë fus edhe depresionin. Mund të më tregosh më shumë, jam kurioze. Kur unë fillova të ndjeja si misionit, mbasi u diplomova për farmacinë 2015, kisha një ndjesi si dhimbje koke që nuk më ndalonte. Dhe kjo ishte ajo gjëja e cila më shqetësonte më së shumti, deri pastaj në një moment në të cilin unë vendosa që këtë dhimbjen e kokës ta shikoja në aspekt që duhet bëj diçka për veten time dhe ishte pikërisht vendimi im që të shkoja te një neuropsikiatre që të mundet më fal të mira gjykimin e saj. Dhe kur ajo më vuri diagnozën që kjo gjendje pasi bëri rezonancën e gjërat aneksat biokimike të tjera, kjo gjendje që unë ndjeja ishte pikërisht depresion. Që thon pikërisht fjalën që Zamira, truri jot është duke të thënë më kthe mbrapsh atë çfarë ti më ke marrë. Dhe te kjo fjalë e saj, unë në thonjza, unë ndjeva, si të thuash, vetë fajtore, për faktin sepse e kisha lënë veten pa gjumë. Çfarë kishte ndodhur me ty? Ishte kjo pjesa që unë kam qenë studente për farmaci. Pra nisa mbasi bëra fakultetin e parë mësuese fizike, vendosa të bëja fakultet të dytë për farmaci dhe në atë periudhë kam pasur edhe fëmijët e vegjël. Dhe normalisht dëshirën e kam patur shumë të madhe për të studiuar, por nuk mjaftonte vetëm dëshira për të studiuar në këtë periudhë, ishte edhe pjesa që unë sakrifikoja te mase, ka shqip dëshirës për të studiuar, por nuk e shikoja se çfarë isha duke i shkaktuar vetes time në këtë përpjekje për të realizuar një diplomë me mesatare të lartë apo me gjëra të tjera si këto. Dhe pikërisht mbas diplomimit më rrëzoi truri im, si të thuash, më tha që prit se tani unë nuk po mundem dot më të ri pa gjumë me 3-4 orë gjumë, ose të ri e keq ushqyer, ose si të thash të ri në gjendje stresi të lartë për një kohë shumë të gjatë. Kështu me fjalë u gjenda përballë depresionit. Në këto kushte, si të thuash, dhe doktoresha kur më dha diagnozën, ishte sikur vetë nuk doja ta pranoja, sepse më duket deri në atë kohë nuk është se kisha informacion, e lidhja depresionin si diçka e lartë që nuk mund të më ndodhte mua, sepse mendoja se isha një vajzë energjike, e qeshur, që i bëja gjërat mirë, që nuk është se isha duke bërë diçka, si të thuash, gabim, por kjo gjë më vërtetoi që kisha bërë boll gjëra gabim, të paktën me veten. Interesante që depresioni ishte me dhimbje kokë dhe ndërkohë ti ishe aktive. Do ta sqarojmë se mund të trëmbë njerëzit më pas nga dhimbja e kokës. Për çfarë simptomash tjera kisha përveç dhimbjes së kokës? Kur e kujtoj në ato momente, ishte një dhimbje koke sapo zgjohesha në pjesën ballore, ndjeja si formë rëndese dhe gjatë ditës më fillonte një dhimbje koke në formë të vazhdueshme dhe që nuk më ndalonte as nga përdorimi i parastamolit, as i ibuprofenit. Unë fillova duke bërë kontrolle për pjesën e cervikales, me fjalë mos kisha një pjesë poliatroze apo gjëra të tjera
këto, por në emocione, për shembull, unë e ndjej dhe e kam kuptuar veten time që për shembull gjendjen e ankthit nuk e kam përjetuar. Pra nuk është se ndjeja ankth në këtë lloj situate. Nëse ti ke Ndjeja pasur pjesën e frikë, dhimbjes së kokës. Nëse ke pasur frikë se çfarë ndodh me trurin tënd, ndërkohë që ke dhimbje koke, është një gjendje ankthi, sepse do të thotë që ke frikën nga sëmundjet. Pra, dyshoj pak, nuk mund ta bëj unë analizën për atë periudhë, patjetër, por që simptomat e dhimbjes së kokës nuk mund të mjaftoj për të përshkruar që ti ke gjendje depresive. Po pra, edhe ka dhe një lloj sjellje apo diçka, domethënë në mënyrë se si Kisha edhe kështë, për shembull, unë edhe migren, nëse nuk ka shkak fizik, atëherë mund të jetë edhe shkak emocional, që do thotë trupi jote shumë i tensionuar dhe për këtë arsye fillon të krijojë edhe simptoma fizike, por që nuk kanë bazë organike ose biologjike në rastin tënd. Po, diçka ka parë më shumë neuro. Vërtet me fjalë, analiza biokimike dhe rezonanca nuk është se nuk ka asnjë gjë, ishte gjithçka ishte shumë në rregull. Ti kishe ndjenja boshllëku, kishe pagjumësi, kishe uri, domethënë ose unë pagjumësinë e kisha të shtyr. E kisha të shtyr nga vetja ime që unë rria duke bërë shumë gjëra dhe flija pak por gjumë. Pra mbaroja se përfundoja ato pjesët e punës me fëmijët dhe pastaj filloja duke lexuar dhe pastaj thosha emocionale. Jo, nuk është se isha duke menduar diçka, jo, nuk është se kisha një gjendje emocionale që më shkaktonte pagjumësi. E shtyja veten të rria pa gjumë. Okej. Mund të themi që pak dyshoj për gjendjen e depresionit. Shiko, është një shprehje në anglisht, nuk e di si përkthehet, që lidhet shumë me mbigarkesë që quhen meltdown. Që nuk e di si ta përkthejnë në shqip meltdown, por është një që ndoshta në shqip nuk ka fjalë për këtë dhe e fusin në depresion, në kategorinë depresioni meltdownin. Nga lodhja tepër. Po, u ndodh për shembull starëve, këngëtarëve, mbastureve të mëdha që kalojnë në meltdown dhe janë komplet si të fikur, si të mpir. E kishe këtë ndjenjën e mpirjes, të fikjes? Jo, në fakt unë pjesa e të qenurit aktiv edhe të dalurit në punë për shembull çdo ditë nuk është se aktive isha, edhe me gjërat që bëja i kisha të gjitha gjërat me fjalë si një ditë normale. Thjesht ajo ndjenja që unë kisha në veten time ishte diçka me fjalë që arrita ta duroj deri në një farë pike dhe pastaj me fjalë thash që okay, kjo nuk po ndalon edhe unë duhet ta shikoj se çfarë është. Fakti që ke qenë shumë aktive është edhe një nga simptomat që hedh poshtë rinë dhe qenit në depresion. Sepse që ti të jesh në depresion, simptoma e parë që shfaqet është ajo e të mos kesh dëshirë të bësh gjëra, për të izolohesh edhe ndjenja pafuqisë fillon, boshllëku dhe gjitha me radhë. Prandaj që të që mund të kesh përjetuar, mund të kesh qenë patjetër një përzierje lodhjes së madhe të fizike nga ngarkesa e tepërt, edhe patjetër që të shoqëruar edhe me shqetësim. E kam thënë me fjalë që patologjia ka qenë depresion, ka qenë vendosur nga një mjeke neuropsikiatre greke, ajo vjen në konsulta në Shqipëri në Tiranë në mënyrë periodike të rregullt. Absolutisht nuk mund të thosha vetë për veten time ose nuk është jam më shumë e dishme sa të ndaj specifikat e simptomave, nga simptomat me fjalë që mund të kisha, por unë di këtë gjë që kur fillova të marr terapinë me barë antidepresive, atëherë fillova që të bëhesha më e tërhequr dhe që fillova që të isha më pak aktive. Pra që të isha ai njeriu që më shumë doja të mos dilja, të rija në shtëpi, të isha më shumë komode duke tani përveç se nuk e di, më duk sikur ishte ajo ndjesia sikur doja të shlodhesha, sikur doja që të ndihesha, si të thuash, sikur t'i lija ato gjërat që më lodhnin. Pra momenti që ti fillove mjekimin, fillove të kisha disa simptome të lodhjes? Momenti që fillova mjekimin, më ndaloi dhimbja e kokës, po më ndodhi kjo ulja e të qenurit shumë aktive. Pra isha Po ta japin një çik ato. Me tërhequr. Japin efekte që të bëjmë më të përgjumur, sepse isha më e tërhequr. Po, më e përgjumur, flija më mirë, fillova të flija më mirë. Dhe në këtë moment ti shfrytëzove rastin për të hequr disa nga përgjegjësitë ose aktivitetet e tepërta që po të lodhnin. Kjo të ndihmoi, me sa kuptova. Po, mund të thuhet kështu, po. Edhe filloi pjesa e rikrijimit të vetes. Nga ky moment, apo jo? Kjo ka qenë kur unë u diagnostikova, do them unë në këtë rast me depresion, ka qenë viti 2018 dhe nga viti 2018 që unë fillova duke ndjerë këtë lehtësimin e dhimbjes së kokës dhe pastaj
pjesa që fillova të bëhesha më e tërhequr, këtu në këtë fazë filloi faza e tërheqjes, pra e të qëndruarit më shumë pasive, më bëri që të kisha një lloj bipeshe shumë të shtuar, që deri më atëherë nuk e kisha pasur më përpara, dhe në vitin 2020 ishte pikërisht pandemia që të gjithë me fjana izoloi akoma dhe më shumë, dhe unë në pandemi mora edhe më shumë mbi pesh, dhe kur kalova pjesën e Covidit, me fjasi patologji, kam kaluar goxha rënd, pra ajo pjesa e Covidit ishte ajo që mua më bëri që më dha një lloj përulje shumë të madhe në dhimbje për të ndier atë gjendjen që o Zotun e kam lënë veten time shumë keq, dhe tashmë me fjalë ishte ai momenti kur unë ndjeva si një formë rizgjimi që unë duhet ta ribëja veten mirë sërish. Smurën Zamira për ta theksuar gjatë pandemisë, u smurën 3-4 e mushkërisë, 3-4 nuk funksiononin, dolin jashtë funksionit, edhe ka qenë nga ato rastet e rënda nga Covidi. Dhe pikërisht në këtë moment ka qenë ai momenti kur unë e pash veten time shumë keq, edhe pikërisht kur i bëra një pakt Zotit në veten time që më jep jetë se unë do ndryshoj. Dhe ky ishte ai momenti që unë fillova pastaj që të rimerja, si të thuash, veten time në kontroll, për kësaj radhe nga një gjendje ndryshe, që mund të them që kam rishpikur veten në mënyrën se si qasesha qoftë shëndetit mendor, qoftë shëndetit fizik, qoftë atit shpirtëror. Që deri në atë kohë nuk e kisha bërë ashtu siç ndoshta ashtu siç duhet të thënë. Nga frika e madhe filloi transformimi. Ndoshta do thosha që në atë moment kam dashur veten të mos e shikoj më keq. Ndoshta më preku pak tangent pjesa e frikës, por që ajo që mua gjithmonë më ka shtyrë që të vazhdoj dhe të përmirësoj veten ka qenë dëshira për ta parë veten çdo herë dhe më mirë. Çfarë ndodhi me ty? Çfarë ishte ky transformim? Çfarë ndryshimesh ndodhen? Do t'ja ndryshimi i parë fare që bëra. Ndryshimi i parë fare që bëra ishte që kur fillova që të bëja ndryshimin e dietës dhe këtë pjesën që doja që të kisha një stil të jetuari ndryshe, nuk po e bëja duke i thënë vetes time, shiko sa keq je, ti tani do hash shëndetshëm, ti tani do vesh në palestër që të bëhesh mirë. Por fillova duke i thënë vetes time që unë ty do të bëj mirë sepse unë të dua ty. Sikur isha duke folur vetes time në një lloj forme që më përpara se kisha bërë as edhe një herë. Nuk është se kisha bërë gjëra keq për veten time deri në atë pikë, por thjesht kisha bërë gjërat jo në mënyrën siç unë doja t'i bëja ndaj vetes time. Pra kisha rendur duke qenë një mami shumë e mirë, bashorte, motër, vajzë, studente shumë e mirë. Pra se thash me gjithçka rrotull vetes time, unë sillesha mirë praktikisht. Dhe nuk është gjë e keqe, është një gjë e mirë. Po brendshmi unë vetë nuk kisha një qasje të mirë ndaj vetes. Do të kuptoja, ishte vetëm pjesa e Covidit apo edhe mosha që të përkonte, le të themi afërsisht? Unë besoj se Covidi ishte thjesht një moment, ndërsa mosha se ka qenë pikërisht në të 40-tat, kur unë fillova që të punoja me veten në atë aspektin që unë deri tani jam kjo që jam, por nuk qen kam vërtet ajo çka unë dua të jem nga brenda vetes time. Pra ta reflektoj atë çka unë jam nëse e mia, si të thuash. Si të thuash, e shikoja veten time sikur po e ndërtoja si një ndërtesë e cila kishte ekzistuar, por që unë po jepja të formën më në fund që unë doja që të isha. Pra që doja të kisha atë qasje në mendësi, që doja të kisha atë qasje në stil jete, që doja të kisha atë qasje në mënyrën se si ndërtoja marrëdhëniet me të tjerët. Deri në atë pikë, se të thash isha një ndërtesë e sajuar, ndërsa në të 40-tat vendosa me shumë bindje që doja të isha fiks siç unë isha në qelizën time. Isha duke dëgjuar veten. Zamira, neve diskutuam pak më parë, kishim të ftuar në studio, gjithmonë në temën e transformimit, dhe diskutuam rëndësinë të thënit jo, të vendosurit të limiteve. Padyshim ti joja është më e lehtë, mendoj unë, ti thuash ushqimi, ti thuash të ngrënit, por shumë e vështirë të thuash njerëzve, të vendosësh limite tek njerëzit. Nuk e di si ka qenë kjo për ty. Shumë e vërtetë. Jo, ta them një herë të pyetje, pastaj do të kaloj në një tjetër. Si ka qenë kjo për ty të thuash jo njerëzve? Unë do e them nga këndvështrimi im si besimtare. Po. Këtë do e bëja faktikisht pyetja e dytë. Po, mund t'i lidhësh bashkë. Tek unë ndërthuret nuk zhbohet dot fakti që unë i shikoj gjërat nga këndvështrimi të besuarit. Dhe nga këndvështrimi të besuarit, unë gjithmonë thosha që të ndihmoj X person
ose t'i gjendem X personi, ose të takoj të dëgjoj X personi, pra nuk po përmend emrat as të afër me as të shoqërisë. Dhe kjo gjë automatikisht mua më riste atë stimën e brendshme që unë e bëja për hir të Zotit dhe unë do merja edhe shpërblime për hir të Zotit duke bërë këtë gjë. Ndërkohë që unë ngatëroja thellësisht që duke bërë të gjitha këto dhe duke mos thënë jo as edhe një herë, unë kisha renditur një si të thosh numërim të gjatë të njerëzve që kisha vendosur para vetes dhe vetëm se kisha fare në listë. Dhe pikërisht pjesa e të rizgjimit mua më bëri këtë gjë që unë mund t'i ndihmoja dhe unë mund t'isha po për të gjitha njerëz, por në fillim do të vendosja veten. Ta dëgjoja veten dhe pastaj mbasi kisha filluar të kontrolloja të gjithë pjesët që për mua do ishin të nevojshme për t'i kryer, atëherë po mund të vazhdoja dhe të bëja të gjitha takimet, të gjitha ndihmesa, të gjitha gjërat për njerëz të tjerë. Dhe po në këtë fazë kuptova se sa shumë e rëndësishme ishte të thosha edhe jo, dhe s'ishte gjuna të thoshe jo, por ishte një po për vete në këtë rast. Shumë interesante, në fakt është hera e parë që era parë ndonjëherë dhe po e them me shumë siguri që është ky lloj artikulimi edhe i një besimtarje, pra vetja versus feja dhe besimi. Edhe Zamira të përgëzoj shumë sepse është e vërtet që patjetër që është dhe besimi, por unë di shumë besimtar që ka pasur të njëjtën situatë dhe thonë që bë mirë, por ndërkohë është edhe ajo që duhet të jesh vetë i fuqishëm që të bësh mirë, se pastaj ezaurohesh vetë. Dhe ndonjëherë dhe ezaurimi marrë si sakrificë ndaj Zotit, kështu që i kalon jeta me dyshime të mëdha. Zamira, ka qenë i vështirë për ty ky procesi të thënit jo, sepse gjatë jos humb dhe njerëz që s'të kuptojnë, thonë çfarë po ndodh me këtë. Është shumë e vërtet që ky procesi nuk është një gjë që nuk vjen në një ditë kur ne e duam. Pra është bukur edhe ne e mendojmë dhe vjen. Ditë pas dite ka luhatje, ka atë pjesën kur ti një ditë ndihesh shumë mirë dhe i bën gjërat shumë mirë, pastaj përballë me persona të tjerë me emocionet kur ti do të shbësh diçka dhe ajo nuk i kënaq lehtë sa ti mendon, është normalisht një gjë që edhe të lëndon herë mbas here, sepse ti kupton që për disa njerëz nuk arrin të kuptojnë që pse ti nuk je shumë prezent sa ç'ke qenë më përpara. Dhe ti vetë i vë veten në dyshime ndonjëherë, sepse absolutisht sado të duam të japim vetes së drejtë, unë për veten time të them që okay, kjo është e drejtë dhe unë po e vazhdoj këtë për veten time, gjithmonë ka ajo pjesa e brengës nga brenda e cila të thotë që ndoshta je dhe gabim. Ndoshta ajo pjesa që ne na kanë thënë që egoja ose egoizmi na është stisur që të na thuhet shumë që po bëhesh egoist të bësh egoiste dhe ndonjëherë kur nuk më ka thënë askush, por e kam menduar vetë që mos po bëhem egoiste. Pra ato vuajtjet e brendshme shpirtërore kanë ekzistuar herë mbas here, por unë kam kuptuar një gjë që kur unë fillova që të bëja veten mirë, sepse kur e shikon veten 125 kg mbi peshë të transformuar në pjesën e jashtme, por pjesa e jashtme ishte një gjë që thjesht mund të dukesh, po se çfarë ndjeja unë nga brenda nuk e kupton dot asnjë njeri, vuajtjen e mundimin e dhimbjes së këmbëve, perceptimit për veten, marrëdhënien me njerëz dhe të tjera gjëra si këto, askush tjetër nuk e kuptonte dhe kur unë fillova të kuptoj që unë po qeshesha dhe po gëzohesha së brendshme në një formë që s'e kisha ndier ndonjëherë, e kuptova dhe thash që të gjithë ata që janë duke kuptuar që unë po qeshem si jashtme dhe po gëzohem së brendshmi dhe do duam të gjën ta shikojnë tek unë, janë njerëzit që janë ata që më duan vërtet. Ndërsa kush nuk e pranon dhe kush nuk do të më shikojë të qeshur së brendshmi të buzëqeshur si jashtme, atëherë me fjalë këta njerëz të shkojnë se nuk këtu është ajo pjesa kur fillon edhe ndan edhe bën paqe me veten që me ty janë ata njerëz të cilët duan të shikojnë ty mirë, do thosha. Po ndjesja e kontrollit, sepse e the dhe vetë e përmendë kur përflisje për farmacinë që duhet ishte me notë lartë, pastaj the që janë nënt shumë e mirë dhe nuk e përmendëm, por i ke thënë Elonës edhe për faktin e për bashkëshortin tënd që nuk ishte besimtar dhe ti e kërkoje besimtar. Pra, ndjej që ke dëshirë të kishte kontroll gjërat. Fiks kjo ka qenë unë tek ajo shtëpia e vjetër. Kam qenë fiks ai njeriu që doja që o të bëheshin gjërat shumë mirë ose vuaja për t'i bërë shumë mirë dhe do bëheshin shumë mirë, sa ashtu e perceptoja. Kur fillova të ndryshoj të kuptoj këtë veten time të re, reflektimi i parë që kam bërë, unë punoj me ditar me veten time. Në qoftë se diçka më vjen dhe më jep një emocion shumë të ulët, përpiqem që në një moment të ditës të ulem të reflektoj, të shkruaj dhe pastaj të bëj pyetjet, a është e vërtet kjo gjë për mua që unë po e mendoj kështu dhe pastaj ja bëj një çështje. E bëj rregullisht ditare? E bëj në vitet e para kur kam filluar të punoj me veten që të ribëja veten,
punoja shumë me ditar. Punoja sikur të isha duke bërë një master. Thosha ky është master për ke bërë këtë shkollë, ky është master për veten tënde, punoja seriozisht shumë. Ndërsa tashmë në ditët saktuara për 2 ose për 3 ditë ulem dhe shkruaj me patjetër në ditar, ato gjëra për të cilët do të punoj. Por tani e kam edhe më pak të nevojshme, si të thuash, pjesën e të ulur të punuar me ditar. Tani çfarë ndodhi, çfarë të bëri ky ditari në lidhje me kontrollin? Si të në lidhje me kontrollin, pata këtë gjën që më erdhi si një formë reflektimi. Thash, nëse unë si krijes jam krijuar prej krijuesit tim, që është Zoti im, me të meta. Dhe po ky Zoti im, që është me fjalë fuqia më absolute për mua, ka krijuar ëngjëj që janë pa të meta. Thash, a është e nevojshme për mua që të kërkoj të bëhem një ëngjëll për gjërat të cilat unë kërkoj që të bëhen mirë dhe të jenë mirë, të jetë mirë kjo, të jetë mirë ajo? Thash, nëse do isha ideuar për të qenë një ëngjëll, unë do isha një ëngjëll, por jam krijuar për të qenë një njeri me imperfeksione, me gabime, me pjesën me fjalë që kam gjithmonë në mënyrë për të përmirësuar, dhe ky reflektim që më ka ardhur në moshën 40 vjeçar më ka bërë shumë mirë për veten time, që shumë gjëra t'i lëshoj dhe shumë gjëra t'i pranoj. Dhe kjo gjëja më ka bërë që edhe ta shijoj jetën në një dimension më të bukur. Jam kurioze, si ke ndryshuar si besimtare? Gjithmonë në pjesën e të besuarit kemi një treshe që themi unë rend ndaj dashurisë së Zotit, i friksohem dënimit të Zotit dhe më ngazëllen shpresa që Zoti im mua do më falë ose do më jap. Mirë po, në periudhën kur unë kam qenë ajo shtëpia e vjetër, unë kisha më shumë frikë nga Zoti. Pra, ajo pjesa që unë friksohesha më së shumti, ishte më shumë prezente tek ajo shtëpia e vjetër. Ndërsa kur ndërtova këtë shtëpinë e re, kuptova që unë duhet të isha në gjendjen e frikës, sepse nuk mund të zhbëj fare frikën. Frika është diçka e mirë që qëndron brenda njeriut, sepse e ruan për shumë gjëra. Por mësova se sa bukur ishte ta njihja Zotin tim nga këndvështrimi i dashurisë dhe i shpresës. Dhe kjo ka qenë një gjë që më ka bërë shumë mirë shpirtërisht, edhe për faktin se këto ditë jam në këto ditët e adhurimit të umres, edhe e ndjej shumë më fort dhe më bukur këtë pjesën e lidhjes me Zotin, duke ndjerë dashurinë e tij, jo duke patur frikë më shumë tek ai. Shumë interesant, mua më pëlqeu fjala se po diskutojmë pak para me Orgesën shtëpia e vjetër. Pra, shtëpia e vjetër është e kaluara jote? E ke mbyllur shtëpinë e vjetër, e ke hedhur qesin? Është fiks, unë kur e dëgjova tematikën që ishte të ribësh veten, unë fiks kështu e mendoj veten time. Unë nuk e zhboj ajo që nuk do të them që nuk kam qenë ashtu. Unë e di shumë mirë që kam qenë, unë e di shumë mirë të gjitha mendimet që kam patur, të gjitha ndjesitë. Nuk e zhboj faktin që kam qenë ashtu si kam qenë, por më pëlqen vetja kështu siç e kam ribër tani. Edhe është shumë e bukur kështu. Jone? Nga gjithë rastet që po dëgjojmë sot, po kuptoj që transformimi nuk është vetëm kalim i bukur, edhe që ti arritë diçka, e tani mbaroj çdo gjë, çdo problem, edhe çdo shqetësim, por është një luftë tjetër, sepse do luftosh me ndryshimin e ri, ta përshtasësh brenda vetes, siç po e thonte, një shtëpi e vjetër që rrëzohet dhe një shtëpi e re që po e ndërton. Dhe kjo ndërtimi që mund të marrë forma të ndryshme, tulla të ndryshme, materiale të ndryshme, nga çfarë ti nuk e ke menduar. Edhe mund të krijojë një shtëpi jo ashtu siç mund të jetë parashikuar përpara. Dhe kjo sjell në vetvete frikë, sjell në vetvete çështje të tjera të hapura që kërkojnë që ti të futesh aty brenda dhe ti shikosh se si janë për ty. Pra nuk është asgjë e lehtë edhe kur kalon të transformimin. Më pëlqeu tek Zamira pjesa e ditarit, që mbante ditarit dhe kishte një lloj komunikimi me veten të vazhdueshëm, se edhe ti vetë ke thënë, dhe shumë psikolog që ditarin nuk se mbaj kur, harroj. Unë humb dhe ditarit, po çështje tjetër. Për disa njerëz funksionon shumë pjesa e ditarit. Po, dhe më pëlqeu që Zamira e mban ditarin, por Zamira ka edhe një gjë tjetër, që për shembull tek Orgesa vinte në formën e dushit të ftohtë të mëngjes. Zamira ka dhe besimin, që ndoshta e mban si thua, e mban në kontroll, që edhe kur të ke momente që ti do të hapësh një derën e shtëpisë vjetër apo thua ku jam, apo këto momentet e përballjes me jon, kur thua jon të njerëzve që ikin, të mban dhe besimi.
Po, Si shbat sa të tjerë meditativi, pra është një Po, është një formë shumë e fuqishme, madje të kesh një lidhje shpirtërore me diçka që ti e beson, dhe Zamira duket sikur e ka krijuar vet pjesën e besimit në mënyrën e saj, sepse nuk është kaq e zakon ta dëgjosh për një besimtar që bën këto lloj rregullash që i shërbejnë edhe vet personit, jo vetëm për sakrificën, edhe për të ardhur në ndihmë të tjerëve. Kështu që ajo e ka gjetur një formë të saj që i shërben asaj. Denis nga kjo. Po, Zamira, ne po të pyesim dhe më fal për ignorancën, por duke qenë se unë patjetër që njoh dhe besimtar, se nuk është se s'njoh, por nuk kemi arritur të futemi në biseda të tilla dhe edhe televizorët, ekranet i kanë ftuar besimtarë musliman për çështje të cilat nuk kanë qenë çështje psikologjie dhe ajo që po thua ti për momentin. Është shumë interesante që edhe për ne të dinim që këtë artikulim që bëre ti sot në lidhje me ndryshimin me veten, e përmend veten shpesh sepse në fe shpesh herë është ndjesia e të qenit selfless, si thuhet anglisht, e pa vete, pra ti ke Zotin, por gjithashtu je dhe vlla, motër me të gjithë, je ai që të gjuaj në një faqe çon faqen tjetër, komshiu e tjerë. Pra me këto që janë rritur kryesisht besimtarët e fesë, gjen dhe të tjerë në këtë terrenin në besimin tënd, që janë artikuluar për këto ose kanë ndryshuar dhe mund të flasin dhe të kuptojnë këtu, apo je e vetme, je kështu si ujë të pakët. Shiko, në fakt, e gjithë kjo që unë e artikuloj në këtë lloj mënyre, po të kesh bot kuptimin e drejt në lidhje me besimin islam, do thosha unë, është pikërisht kjo që ne kur mendojmë që në besimin tonë ekziston fakti që ne në këtë botë, në dynja themi, do jetojmë kaq vite, po se mund 80 vjet, dhe pastaj ne besojmë që ne do japim një ditë llogari, që është dita e gjykimit, dhe pastaj do ndahemi në bazë të llogarisë, disa me fjalë për xhenem dhe disa për xhenet. Në atë që ne mendojmë se është ditë llogarie për ne, në atë pikë të llogarisë neve themi që personi që ndron para Zotit të tij dhe jep llogari, si të thuash 2 herë, një herë para Zotit, për atë marrëdhënie që ai ka patur me Zotin, çka do të thotë që ato vepra që ai ka vepruar në lidhje me Zotin, që janë adhurimet dhe ndalimet që kanë ardhur nga Zoti, dhe kjo është llogaria me Zotin, dhe do japi dhe një llogari, me fjalë thon llogari kështu në këtë forum, me të gjithë njerëzit me cila i ka patur marrëdhënie. Pra, si të thuash, për personin që e ka dëmtuar, që e ka vjedhur, që i ka bërë mirë ose që i ka bërë keq. Dhe kjo llogaria me njerëzit është një llogari më vete. Por tani imagjinoj që duke qenë në llogari me Zotin, ti shpreson që ai Zoti është shumë i mëshirshëm dhe inshallah të përfshin me mëshirën e vet. Ndërsa në llogari me njerëzit, ai njeriu nuk është ai shumë i mëshirshëm sa Zoti. Ai nëse ti e ke bërë padrejtësi, ai do ta marrë hakun. Dhe kjo pjesë është e njohur në islam, pra nuk është diçka që, si të thuash, e kam shpikuruar në filozofinë time të vetes. Dhe në krahësim me veten, unë gjithmonë kam ndarë këto 2 gjëra. Unë në marrëdhënie me veten time, çka do të thotë që sa hak i jap unë vetes time, se ky trupi im që unë kam, është amanet, pra si të thuash, ma ka lënë Zoti im amanet. Dhe unë e kam ndarë. Kjo është Zamira me veten. Zamira me veten është sa orë gjumë duhet të fles, si duhet të ushqehem, si duhet me fjalë të shlodh veten, si duhet të ushtrojmë palestra e tjera gjëra si këto. Kaloj tek marrëdhënia me Zotin është çfarë Zoti mua më ka urdhëruar dhe çfarë Zoti mua më ka ndaluar. Te këto unë bëj sa mundem. Kupton, nëse mundem të bëj më shumë adhurim, bëj më shumë. Nëse mundem të bëj më pak të ndaluara, bëj më pak të ndaluara. Dhe tek marrëdhënia me njerëzit pastaj normalisht edhe këtu ndaloj dhe jap rëndësi për faktin sepse ato gjëra që njerëzve nuk janë, si të thuash, nuk duhesh të mi bëjnë mua, nuk jo bëj atyre. Por në rast të parë midis marrëdhënies me veten dhe me njerëzit, zgjedh në fillim të rregulloj veten, sepse e kam parë që duke lënë veten të fundit, unë keq funksionoja dhe në marrëdhënie me të tjerët. Për shembull, unë isha një mami më pak e gjendshme për fëmijët e mi, kur isha 125 kg mbi peshë. Sot jam një mami më shumë e qeshur, jam një mami me një filozofi të menduari më shumë pozitive për fëmijët e mi. Kam 2 fëmijë adoleshent dhe normalisht që duke patur vetë një mundësi pozitive dhe një qansje të tillë, do thosha unë, të rinovuar të menduari, jam njëkohësisht duke ndihmuar edhe fëmijët e mi të rriten më të shëndetshëm. Duke patur marrëdhënie më të mirë me veten, unë kam mundësi që edhe me bashortin të sillem më mirë, edhe me familjarët të sillem më mirë. Dhe duke patur marrëdhënie më të mirë me veten, unë mund të kryej më shumë adhurim ndaj Zotit tim. Për shembull, unë kur vi në këto vende të shenjta mund të fal shumë namaz, sepse e kam fuqinë trupore.
sepse nuk mjafton vetëm fuqia shpirtërore. Kur kam qenë 125 kg mbi peshë, nuk falja dot namaz shumë gjatë. Dhe këtu unë kam kuptuar që pikërisht marrëdhënia me veten mua më mirë rregullon dhe marrëdhënien edhe me Zotin edhe me çdo njeri tjetër. Në fakt edhe në Kur'an është që këshillohet, besoj unë. Jo besoj, por që e di që kujdesi ndaj vetes, fiskultura, që janë të ushqyerit, kështu që ato janë Po, pjesë. janë gjëra, për shembull, ne vetëm për të ushqyerin themi një thënie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që thotë me kuptim, sepse nuk mund ta them dot tamam të sakt, ne duhet të ushqemi në stomakun tonë të kemi 1/3 ushqim, 1/3 ujë dhe 1/3 ajër. Dhe nëse neve vetëm këtë hadith do zbatonim lidhje me të ushqyerin, pra pavarësisht sa është vlera nutricionale e ushqimeve kalorike e tjera si këto, sikur të mbani vetëm porcionet 1/3 ushqim, 1/3 ujë, 1/3 ajër, s'do kishim gjysmën e smundjeve kronike që kemi sot. Por që i shkelim, pra edhe unë vetë kam qenë nga ata persona që jo 1/3, po 3/3 e mbushja me ushqim. Je vërtet, pastaj pjesa tjetër e ujit janë 8 gotat ujë, pra ça thuhet tashi, këto janë thënë që Po, aty pastaj po, pra janë disa gjëra që edhe pse ne i dim, nuk i zbatojmë ashtu siç duhet. Më pëlqen e gjithë filozofia e Zamirës, edhe ishte si thua edhe një diskutim përmbyllës shumë i bukur. Besojmë apo jo, është tjetër gjë ajo, por që ishte interesante pjesa e besimit si ndërhyn këtu. Dhe ju dha rëndësi edhe pjesës së trupit edhe zhvillimit, gjithë psikikës edhe emocionit edhe mendimit. Sepse ecën dhe në drejtim të mendimit, transformim ose rishpikje, do thotë që të ndryshosh edhe vetëm një mendim për veten. Por patjetër një transformim i plot do ishte nga të gjitha anët. Dhe sot e kanë prekur edhe trupin edhe gjitha pjesët e tjera. Po, jo Zamira duket nga mënyra të folurit ka dhe një lloj paqeje. Zamira, je një shembull, je shumë do të jesh dhe besoj që me këtë intervistë do të jesh frymëzuese edhe për jo vetëm për vajza gra besimtare, por për të gjitha, domethënë sepse më pëlqen ajo paqja dhe si thua vendosmëria, ndihet shumë një ajër vendosmërie dhe paqja që kemi atë që je sot. Ka dhe një krenari atje, krenari sepse ke arritur këtu edhe ja ke dalë. Patëm një ndërprerje në fund të telefonatës, sepse Zamira ishte në Zoom i kishte kohën e vet dhe ne këtu gjithmonë e zgjasim se kemi shumë pyetje, kuriozitete dhe jemi në një lloj analize, flasun, fleti, por thelbin e morëm që Zamira ishte në kërkim të vetes, të një veteje ashtu siç donte ajo, që të kishte në kontroll, ndryshe, pra ta donte veten nga ana shëndetësore dhe nga limitet që vendoste me njerëz si nën, si bashkëshorte dhe ja kishte dalë dhe ndërkohë duke përqafuar gjithmonë dhe fen islame. Po shumë histori interesante. Shumë. Transformimi në fakt nuk është se ne mendojmë transformimin kështu direkt, do të transformuar kirën peshë, transformuar se ke bërë operacion plastik, transformuar. Por që ky ishte transformimi edhe pikërisht e lidhur edhe me moshën. Me moshën, po me moshën se kemi bërë këtë temë ne kështu. 40 vjeç, në fakt duket sikur ti e ke prerë me thik këtë pjesën e transformimit, pra 4 dekada të jetës tënde kanë shërbyer diçkaje që ti nuk e doje, pra zbulon pikërisht në kur arrin moshën 40 dhe aty fillon të jetosh një jetë, jep vetes një mundësi të jetosh një jetë tjetër, që duket shumë mirë, për njeriu të bëjë dhe jetë tjera brenda një jete, që si kishte menduar, po ka dhe arsye pse ndodh transformimi dhe biologjike, sepse truri është më i pjekur, mendja fillon edhe vendimet bëjnë më të qëndrueshme, po ashtu edhe disa cilësi personaliteti janë më fikse dhe duke mbledhur të gjitha këto bashk, edhe ndryshimi vjen më i natyrshëm në këtë moshë. Edhe ndërgjegjësimi i moshës, i faktit që çfarë do të bësh? Për shembull transformimi në 40 vjeç shumë veta lëndu hanin, lën alkoolin, ndryshojnë, se ti thua vetes çfarë do bësh, sepse e ndjen dhe trupi që nuk e pi më alkoolin njësoj si dikur. Nuk rritot neve njësoj si dikur. Dhe biles është kusheca për shembull që janë 40-50 që rinë akoma në bare natën ose në diskoteka, që bëjnë mirë, po do një duken çuditshëm. Kupton, shkon atje kur mbaj mend kusha e re, ishte lollipopi, shihet sa burra aty thotë, po këta ç'duan, okay, le ta shijojnë jetën. Po ti bë pyetje vetes që deri ku do shkosh, se po të përgjigjet trupi, pra kur fillon ndoshta dhe fillon të përgjigjen dhe fizikisht. Janë dhe thirrjet e trupit, moshës, që ta alarmojnë se nuk mundesh më të kesh disa gjëra të cilat po i bëj. Edhe ëndrat paralizuara. Që shpesh njerëzit e 40-tat nuk i kanë arritur, edhe ndërkohë ndjejnë se habitesh, shkon 40-tat habitesh që ke energji, se nuk je edukuar ta dish këtë gjë. Domethënë i rritur të dish që nuk ka 40-tat mbaroi tash fillojnë dhimbjet e fillojnë këto, fillon menopauza, ike.
Po ti nuk e di që ke një super energji, e frikshme, unë kam energji dhe mund të bëj lëvizje në palestër që se kam bërë 20. Po. Por ti nuk e di këtë dhe kur e zbulon, thua, sekond. Unë mundem, le ta bëj këtë, unë mundem. Unë mund ta bëj edhe këtë. Po studiohet në fakt njerëzit që kanë një perceptim për moshën të caktuar, se si ndikon edhe në organizëm, për kaq që fuqishëm është perceptimi i moshës. Nëse dikush në 40-ta, në 50-ta mendon që ka fuqi, është i fortë, akoma ka mundësi të jetojë disa gjëra që nuk i ka jetuar më përpara, është parë që kanë edhe një tjetër funksionim në metabolizëm. Për kaq që fuqishëm është mendimi dhe narrativa që ne i tregojmë vetes tonë. Prandaj edhe disa njerëz arrin të plotësojnë me shumë dëshirë dhe kanë akoma nuk ju mungon, nuk ju shteron në energjia dhe dëshira për t'i thënë vetes mundësinë e jetës së dytë ose të tretë, katërt. Abracadabra, fjalët krijojnë. Ishte kjo shprehja që mësova, e thash herën e kaluar dhe pëlqejnë shumë. Fjalët krijojnë, kështu që ju që jeni të tërë në 40-tat, nuk është fare vonë për t'u transformuar, për bërë çfarë të doni juve, ju e krijoni vetë realitetin tuaj. Lajmi i mirë është që lindhet 50 vjeç, lajm shumë i mirë është që 60-ta është dhe një forti, është 40 e re, 70-ta, 80-ta, 90, 80 e ca vjeç, një grua në Shqipëri u hodh, sa ishte gati 90 vjeç, më duket, ishte një grua nga Veriu, një grua e moshuar që u hodh dhe notoi, u hodh nga ura. Pra, not zhyt. Ishte gati 90 vjeç. Kështu që ka ndryshuar shumë. Kemi dhe 50 vjet jetë para kur jeni 40-ta mendoj që ke 50 vjet, 60 vjet, kështu që nuk futesh në pleqëri siç ne gjykonim dikur. Keni gjithë kohën para për të bërë çfarë të doni ju. Çfarë të doni ju, edhe balet po të doni, mund ta bëni baletin, thjesht për qefin tuaj, jo për teatri opera se do ishte pa problem. Gjithsesi, shijojeni, unë po e shijoj shumë të 40-tat. Do pres të 50-ta, jo bezi po i pres, por do t'i pres entuziazëm kur të vinë. Nuk do ta them atë ditë, por gjithsesi do mësojmë dhe e rëndësishme është të jemi shëndet edhe nga ana mendore dhe nga fizike që çfarë do kemi përpara, siç i tha dhe Jona Orgesës që gjithmonë çfarë do lloj plani, nuk është çështja ke këtë plan apo jo, por të kemi atë forcën dhe qëndresën, resilience që të përballemi çdo gjë dhe të bijem në tokë me këmbë, Kjo ishte për sot. Nuk e di ku do kthehemi në drama apo jo, por ne do vazhdojmë, nuk është shumë vonë për të ngrënë. Dhe gjithkohës me këtë aromën. Nuk do vazhdojmë të ham, por do t'i marrë dhe do t'i jap gocave në shtëpi. Datë mirë. Andale!